U kthejmë në studio për të folur për një çështje që është mjaft e ndihshme e që kohët të fundit po na bie të dëgjojmë jashtëzakonisht në media. Kemi një ish polic të arrestuar nga ana e Serbisë, i cili po mbahet në paraburgim atje. Për këto dhe shumë çështje të tjera me mua në lidhje direkte është eksperti i sigurisë Arben Dashevsi. Zoti Dashevsi, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodes. Faleminderit juve, mirë se u gjeta nderuar. Neve e proklamuan temën të cilën do të diskutojmë, po vazhdon të jetë në paraburgim një pjesëtar i policisë së Kosovës. Pra, si po ju duket e gjithë kjo skeme organizuar nga Serbia për këto arrestime, patëm edhe disa ndalime të shumë persona në kufi, e që nga ekspertët po thuhet se në nënshkrimi që mund të jepet në kufi mund të keq përdoret për favore të Serbisë në situata të caktuar. Po padyshim, kjo qasje destruktive ndaj Republikës Kosovës nga ana e Serbisë nuk është tash diçka e re. Kjo ka ndodhur edhe më përpara, sepse janë arrestuar shumë ish zyrtar të lartë të policisë, ish ushtar të ushtrisë klimtare të Kosovës, ish ushtar të FSK-s dhe shumë tjera. Kjo është e vazhda e arrestimeve që i bën gjithmonë në Serbia, që ta mbajë gjithmonë Republikën e Kosovës në agjendën e sigurisë, kinse ka ndodhur diçka kur nuk ka ndodhur asgjë. Se nuk ka ndodhur asgjë është rasti i fundit, sepse polici në fjalë e ka lënë policin qysh para 4 vjetë, domethënë nuk ka qenë pjesëmarrës as në Banjsk as kund tjetër, sepse policia e Kosovës të nesërmen e ka demantuar dhe ju ka dërguar organeve ndërkombëtare se kur e ka lëshuar punën ky polic, pra e drejta është te polici. Mirë po ato keqtrajtimet janë pyetje, domethënë keqtrajtimet e Serbisë që i bën kundrejt Republikës Kosovës, këtu është ai problemi i madh dhe këtu nuk është ndalur kur, nuk po ndalet edhe sot, dhe unë mendoj që nuk ndalet as në të ardhmen deri në atë njohje reciproke, sepse ne po këtu po të bëjmë me Serbinë, që është dirigjuesi i Rusisë, nuk na njeh fare si shtet, nuk don asnjë negociat, çdo negociat domethënë e saboton, e fillon gjithçka me atë luftën hibride duke bërë dezinformata të egra, domethënë edhe me tri, me maturant, me media të dirigjuara nga ta, kinse këtu po ndodh diçka kur dihet se këtu nuk po ndodh asgjë, dihet se këtu është bashkësia ndërkombëtare, shumë trupat NATO-s, shumë reaguesi i dytë, por kjo është ajo qasja e Serbisë, fatkeqësisht me atë establishment atje politik që dihet se çfarë probleme të brendshme ka me qytetarët e vet, me qytetarët e qyteteve të veta, dhe ku tash vendos ajo vëmendjen paksa atë sa ka mundësi, sepse Republikën e Kosovës edhe në emisionin tuaj kaluar kam thënë se rrugët e sajna për të stabilizuar Republikën e Kosovës janë tepër të ngushta tashmë. Ja, zoti Dashevsi, ne kemi pa që të gjithë shpionët e arrestuar në Kosovë tash së fundit në Serbi po quhen si hero, pra po i maskojnë me diçka tjetër krejtësisht. Si po ju duket edhe juve kjo propagandë e re e Serbisë, të cilën ata po e zhvillojnë? Kur e keti aspektin e sigurisë tash në nivel, kur siguria ma ta në lumi tibër është në nivel, pa asnjë pikë dyshimi se fillon puna për AKI-n. Dhe me thonë të gjithë ata që e cenojnë sigurin kombëtare të Republikës Kosovës, rendin kushtetues të Republikës Kosovës, të gjithë ata të arrestohen, sepse në aspektin e sigurisë nacionale, AKI është ajka e shtetit, dhe me të drejtë studentët e mësojnë që AKI është ajka e shtetit. Janë ngushtuar më rrugët e Serbisë që të dominojë diçka në aspektin e sigurisë nacionale, ose që ta cenoj sigurinë nacionale me spionët e saj të infiltruar aty ku ka hapësirë. Republika e Kosovës e ka dëshmuar fare qartë dhe fare në praktik, me argumentet patjetërsueshme që spionët nuk kanë vend më në Republikën e Kosovës dhe do të arrestohen nga organet tona legjitime. Të gjithë ata që e lëndojnë kushtetutën e Republikës Kosovës, duhet ta dinë që në domenin e sigurisë nacionale, dhe duhet ta dinë që do të arrestohen. Të gjithë ata qytetarë që janë të ndershëm, punojnë për Republikën e Kosovës dhe nuk hynë këto domene, janë gjithmonë qytetarë të mirëseardhur për Republikën e Kosovës. Dhe kjo është e siguria nacionale. Nuk ka më rrugë që janë të zgjeruara për Serbinë, sepse
janë konsoliduar institucionet tona të sigurisë. Dhe çka po dua tash të them me këtë që të përgjigjem në pyetjet tënde. Serbia po bën revansh. Sipas mendimit tim, do unë shpresoj që nuk po gaboj, por prapë se prapë po këmbgul shumë në mendimin tim. Ajo po bën revansh. Ne po e arrestojmë spionët e saj që po i mundohet të infiltrojnë Republikën e Kosovës, kurse ajo po mundohet me njerëz pafajshëm që t'i arrestoj qytetarët e Republikës së Kosovës. Isha ta pjesëtar që kanë përshërbyer në organet tona legale legjitime të Republikës së Kosovës, sepse ne jemi shtet i pavarur dhe sovran. Pra kjo është ajo puna e Serbisë, ta mbajë diçka në agjendë, ta mbajë hakmarrjen, ta bëjnë ndonjë shkëmbim eventual. Mirë po, as pavarësia nuk kthehet më dhe nuk ka asnjë hapësirë, domethënë, për askën që e cenon sigurinë kombëtare. E përmenda 3 herë, domethënë, sigurinë kombëtare. Unë e përmenda, domethënë, me qëllim sigurinë kombëtare, sepse ne kemi një siguri kombëtare dhe dim të mbrohemi. Se si dim të mbrohemi? Gjithë secili le ta sheh Defender 2025 se çka po ndodh. Gjithë secili le ta sheh që ushtarët tonë janë në Iowa. Dhe gjithë secili le ta sheh që do të nënshkruhet një nënshkrim shumë i rëndësishëm me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Do të thotë që ti ke seriozitet, ti ke shtet dhe po kontribon në siguri. Nuk je më vetëm konsumues i sigurisë, por je edhe ndihmës dhe eksportues i sigurisë. Dhe kjo ka domethënë një të madhe në aspektin praktik dhe faktik dhe në atë të profesionalizmit, që unë gjithmonë tetoj në betëm profesionalizëm. Profesor, neve kemi pa që edhe bota po ballafaqohet me kriza shumë të mëdha. Ne kemi edhe konfliktin i cili ndodhi së fundi Izrael-Iran, i cili Izraeli sulmoi atje objektet bërthamore të Iranit. Si po ju duket e gjithë kjo çështje, do të përfshihet bota në një luftë tjetër, meqense u tha se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të përfshihen në këtë luftë? Duke pas parasysh që në Evropë ke një luftë, duke pas parasysh që ushtria e Putinit i ka humbur vetë se 1 milion ushtar, por edhe pala tjetër që është viktim, sepse ka përjetuar një luftë pa provokuar. Është luftë mes kushërinjësh, domethënë quhet kjo në aspektin e sigurisë, Ukraina dhe Rusia. Ne kemi një luftë në Evropë. Një vatër e re krize po qele, domethënë, në botë. Nuk ka lidhje që është ajo në Azi. Efektet në aspektin e sigurisë globale do të shihen, sepse posa preket siguria dhe posa preket një vatër e luftër, automatikisht preket tregtia dhe stoqet ndryshon, ekonomia ndryshon, gjithçka domethënë ndryshon. Nuk efektohet vetëm lindja e mesme, afektohet e gjithë bota në aspektin financiar, shembull naftës dhe derivateve të sajna dhe vajrave që i ka nën toksore. Domethënë është një vatër e re krize, një vatër e rrezikshme, por shpresoj se para një gjysmë ore ka dalë edhe presidenti Trump në televizon sa mund da unë ta përcjell live në CNN, por edhe në Sky Channel të Britanisë të Madhe, se ai do të mundohet të jap edhe një shans, domethënë, diplomacisë që mos të qelet edhe kjo vatër krize e re, sepse sfidat e sigurisë do të ishin edhe më të mëdha se që janë tash. Domethënë, ti e ke edhe krizën e Kinës dhe Tajvanit. Ajo është një konflikt i ngrirë nderuar. Kina gjithmonë në kushtetutën e saj, në politikën e saj, e ka se herdo kur do ne Tajvanin do ta aneksojmë sepse është pjesë e jonja. Në anën tjetër Tajvani është aleat shumë i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra kemi sfida dhe turbullira të sigurisë. Kurse geopolitika mos flas për to. Domethënë po ndryshojnë gjanat çdo ditë. Nuk po ndryshon, nuk po ndryshojnë gjana çdo javë, por çdo ditë, dhe nuk mund ta krijosh ti një analist mirëfill, sepse ditën tjetër po të pret diçka e re. Dhe krejt në këtë vanzh, ku po mbetet Republika e Kosovës, ne kemi një fat madh si popull, një shtet i vogël ballkanik me një pavarësi të pakthyeshme, me një vulë të ardhur nga GND. Ne kemi fatin e mirë që NATO ne kemi këtu, sepse ne dihet që ne kemi sfiduesin. Sfiduesi është fshinji verior që përpiqet me luftën e saj të egër hibride, me dezinformat, me propagandë, me media fake dhe të tjera na lëndoj disi, sepse sulm në Republikën e Kosovës nuk ka. Luftën Republikën e Kosovës qëndroj shumë fort në këtë mendim që nuk ka, sepse nuk mund Serbia na sulmoj asesim më kur frontalisht. Ka ndryshuar çdo gjapi viteve të 90-ta, është forcuar ushtria tej mase dhe ajo po furnizohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
partnerëve strategjik. Është reagu si dytë dhe NATO është Kosovë. Ballafaqimi i parë i saj do të ishte me NATO-n, por ja që duhet ballafaqohemi me luftën hibride, që është një luftë e egër sepse të mban në atencionin e sigurisë. Do në mendoj që deri në atë njohjen e dypalëshe, kështu do të ballafaqohemi me këtë shtet, duke pas parasysh që nuk e ka as në plan që t'i ndalë këto mendime, këto forca negative, sepse ka mbet shteti vetëm sipas mendimit tim në mendësinë 90-ta. Të gjitha shtetet të tjera. Serbia nuk ka shumë të lehtë luftën hibride në Kosovë. A mendoni që po ja dalim jashtëzakonisht mirë që të dalim prej të gjitha provokimeve që Serbia planifikon për Kosovën, sidomos të luftës hibride? Padyshim se pyetja është shumë e qartë. Neve që po ja dalim me luftën hibride, sepse ti shembullin konkret e ke kur u keq përdorën maturantët, qysh të nesër më ndual Policia e Republikës Kosovës dhe drejtori dhe i jepi argumentet dhe i dorëzoj ato sepse ata maturante, po e marr vetëm një shembull se ku është suksesi. Ata ishin të lyer me ngjyrë, domethënë, dhe atë ngjyrë e dekonspiroi domethënë Policia e Kosovës, u dekonspirua domethënë lufta hibride dhe propaganda e tyre. Dhe ku ka më fakt se kjo, domethënë, mirë po ne vigjilencë nuk ta fal domethënë askush në 24 orë dhe 7 ditë javës, dhe ne duhet të jemi vigjilent dhe asgjë mos t'ia fali momentit. Ne po e bëjmë atë para përgatitje, bashkëpunimin, koordinimin dhe bashkëveprimin e kemi reaguar si në 2 dhe 3, por ne vetëm se duhet vazhdojmë kështu dhe asesi mos ndihemi komod, sepse sfidat e sigurisë janë të tilla dhe ti sillu si konfor sfidave, formomë atë qeveri, formo atë parlament, atë shumë të kërkuar nga qytetarët, sepse me një formimin, pa marrë parasysh se kush e formon atë qeveri, nuk duhet të futem në atë aspektin politik asesi, sepse nuk i takoj asnjërit prej tyre. Mirë po ti duhet ta kesh domethënë një qeveri dhe një parlament, vetëm sa sfidave të sigurisë nacionale të dalësh përpara dhe çdo barriere ta rrezosh ti gjithmonë me argumente, me politikë dhe me diplomaci, sepse organet e sigurisë janë ndara domethënë nga politika. Secili e punon punën e tyre 24 orë dhe 7 ditë javës. Mirë po ti duhet dash ndihmosh sepse politikat e sigurisë, gjithmonë politikat e sigurisë mbesin. Dhe kush i punon këtu? Diplomacia, kryeministri, presidenti dhe të gjithë ministrat që janë të dedikuar për atë punë, nderuar. Edhe neve shpresojmë që shumë shpejt do ta kemi konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe një qeveri të konstituuar. Zoti Dashevsi, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodez dhe të ndajmë të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë në vend. Ju faleminderit juve, nderuar, punë të mbar ju dëshiroj. Faleminderit shumë. E neve të nderuar shikues të Infodez, po e përmbyllim edhe këtë emision, ne do të shihemi nesër në të njëjtën kohë.